Shikoni, optimizmi apo pesimizmi nuk janë atribute të cilat na ofrojnë zgjidhje. Ne po shkojmë me gatishmëri, po shkojmë me vullnet dhe po shkojmë me bindje që vendit i duhen institucione. Jo e po këtu ditë ne humbëm përsëri shansën që të jemi anëtar Këshillit të Evropës për shkak të kësaj bllokade. Sepse sikur të kishim kuvend, sikur të kishim qeveri deri tash, është dashur që t'i kemi dyjat, ka mundur të jetë një realitet ndryshe. Kosova ka mundur të realizojë një aspirat jashtëzakonshme të re për të rëndësishme antarësimin në Këshillin e Evropës. Për te kësaj, ne ende jemi në sankcione nga ana Bashkimit Evropian. S'kemi kurrfar raporte as komunikimi të avancuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi rritje të çmimit të energjisë. Kemi një rrezikim jashtëzakonshëm të bizneseve të mëdha, të cilat tashmë do të jenë tregun e lirë të energjisë dhe ne s'mund bëjmë asgjë në kuvend, as për ta thirrë zërrejën këtu, as për të iniciuar shkarkimin e bordit zërrejës, as për të bërë asgjë sepse lëvizjave të vendosur po na mbon kuvendin e bllokut. Pra ka nevojë për shumë arsye tjera që ndëlidhen me qytetarë dhe ne s'duhet ta humbim asnjëherë gatishmërinë për të dalë nga kjo blokadë. Cilën partia që ka dalë para po vazhdon ta mbajë. Vërtet kjo është e tepër tashmë. Unë edhe një herë që të që ta nëshvoj kandidatën e cila heri me 55, heri me 56, e herë 53, 57 voda, sepse nuk i ka marrë, nuk i merë as nuk dhe të marrë 61. Është pak i kushme se si mund t'jetë kushdo kandidat, ma i rëndësishme se ka 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e ndryshme. Kjo është e pashambull, s'ka ndodhur asnjëherë dhe unë vërtet uroj që të mos të zhbllokohemi nga kjo situatë sa më shpejt. E dini që sot kemi një takim me presidentin e Republikës Kosovës. Është i mirëpritur nga ana jonë sepse siç e dini ne kemi propozuar javën e kaluar në emër të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Unë aty do të shkoj edhe me vullnetin, edhe me shpresën për të dhënë kontribut punëtor prej kësaj situate, por normalisht do të marret edhe nga pjesëmarrja e kryetarëve të tjerë edhe nga qëndrimet që do të shfaqim aty. Nuk mund të parashikoj sepse sapo e thash do të marret edhe nga prezenca e kolegëve të tjerë, kryetarëve të partive vendosje LDK-AK dhe ardhe nga diskutimet, por qëndrimet e BDK-s që nga fillimi edhe sot edhe në tarmën do t'jenë aty të shfaqura e të shprehura sa herë që ne dëshirojmë të shkojmë përpara drejt zgjidhjes, drejt zhbllokimit, drejt konstruimit të kuvendit e hapjes afatër kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së re, e që do të thotë përmes ndërrimit një kandidati apo ofrimit një kandidati nga lëvizja vendosje që vërtet mundet me marrë shumicën dhe e dini të gjithë besoj që kanë të tillë.